Okej, unis. Atëherë mi mbrëma, këtë rallë do a bëjmë shqip, dhe kemi në plan, si mas një input që më dha profesori, me fol për Soros. Soros, e di si e shoh Soros, profesor? Unë e shoh si një tip kukle që është i përdorur nga fuqitë e vërteta, më fjalë, që e modelojnë botën ashtu si duan ato, pa ma vjen këtë përpara sepse ti jep atë idenë sigur tan të bëhet çdo gjë, por sepse ky është filantropist, është bamirës, edhe e bën për interesin e vet, po në fakt nuk është aq e thjeshtë, nuk është vetëm interesi i atij aty. Si për shembull te Facebooku është ai Zuckerberg. Edhe ti jep atë idenë sikur është ky do i bën gjërat vetëm me bë lek ky. Po në fakt mbrapa Facebook ovviamente është gjithë sistemi që e ka kriju atë. Edhe plus një gjë interesante që unë kur bona një live para ca ditësh, mora vesh me që ky ka pas ekzistu, e ka kriju këtë foundation e vet, këtë Open Society. Open Society, e ka themeluar në 79. Okej, kështu që shumë e vjetër. Edhe gjë e fortë është që këtu, këtë kam treguar te live im, që kam bërë para ca muajsh. Kjo është fotografi që tregon Sorosin në vitet fillim të 80-s, ku është u firmu mi vjel në Hungari. Kështu që atë që du me thanë është që këto edhe shteti vetë, sado që thonë të mi fjell që ne jemi hungarezi, jemi akoma në komunizëm këtu, mi fjell, akoma s'kishe ranë muri, këton? Ishe 83, 84, se që ka është kjo fotografia. Edhe, mi fjell, si me thanë, të komunistët tu i dhanë okej, tit me hapate, tu firmos ato gjonat, mi fjell, që si kjo fondacione këtit të operonte, filloj me operu gja aty në Hungari, edhe pasaj del nga del filloj u hap jo në Poloni, në fillim Ukrainë e tjera, pasaj piano u hap gjitha ne. Edhe kjo që desha me thanë është që që atere në fjell, ne populli kemi atë idenë si kur komunistët janë një gjë edhe Occident është gjë tjetër. Por fakt këto janë gjithë tu ndjek një skript gjithë për mendimin tim. Sado që ngjajnë sikur veprojnë si një sistem i tërë. Veprojnë si një sistem i tërë. Po, edhe kjo më fjalë është gjëra që mu bon me thanë që këto janë... Në fotografia është 1982-shin, 83-shin. Po, më duket se është 84 gjë të tillë. Kur Hungaria ishte akoma, me fjaki, duheshin akoma vite që të binte Bashkimi Sovjetik. Po, shisa i ri është duket që është shumë i vjetër kjo fotografia. Edhe këtu është, më duket se presidenti o një person i lartë në fjali i Hungarisë. I Hungarisë. Po, kështu që çfarë do me men kur ato që ishin në mes të komunizmin në vitet 80 që akoma s'kishte ranë muri, po e lejnë me bokët. Këtu kuptohet që edhe komunizmin, si me thanë, e kanë lanë vetë ato për mendimin tim occidentalët me ekzistu. Ju dunte një si altra nemico, si me thanë. Ne ndihmon për mendimin tim. Edhe kështu që pra ne këtë shokun tonë kemi sija me këtë. Sija me këtë tjetrin, ky është për herë mrapa të gjithëve. Që tjetë Edi Rama, që tjetë ky tjetri, gjithë ky fjell... Aty fotografie e Sali Beishës me ka është aty? Me Sorosin gjithmonë? Me Sorosin plus kam dhe këtë tjetër që... Po, kjo fotografia... Nëse ishe i fotografi tjetër që ishte me Sorosin, se këm duke se së është Sorosin. Po, Soros. Apo Soros ishte, Po, Soros, po. Se ishe profilë nuk e burare, Edhe po të këtit kena këtë këtu që e vuna si fotografi të live-it, këtë. Kjo fotografia gjetë, sepse ka dhe emër këtë tjetër këtu, i vejnë emërin, të njësë kujtojtë një Genci, se qa e kishe emërin. A i është në mes? Një Genci qualcosa, që s'më kujtojtë një.
Nëse një marionet. Se si të gjithë tjerat. Edhe këto janë ato fotografi që gjeta unë, po gjëja fortë është më fjalë këto gjëra që më the ti, që një gjërat e video që bën ti, edhe më dha atë si input me kërku, edhe tu gërmu të sito Corrieres, gjeta në fjalë këtë artikull që thoshte e prillit, më duket, është artikulli muaj prill 1997 apo jo? 14 prill 97-s. Po, domethënë tamam në momentin që ishte, domethënë, lufta civile, po i quajmë ato dizordin e rëmujat ishin kulmin e vet, bandat ishin në veprim. Po, ishin sa kishin ndodhur edhe ajo gjoja në mars, 27 mars kishin ndodhur pak ditë më parë, kishin ndodhur ajo fundamento e asaj janë pescarejë që ka pasur ajo, që vdiqin gjithë njerëz. Kështu që ka pasur një tension i madh. Marcel, se ti shtrove një problem shumë të rëndësishëm që vure përballë një individ me sistemin tërësi. Më dëgjon? Po, vazhdos, po? Dëgjohet, nuk ka problem, ha? Po, shumë mirë. Okej. Do me thënë, një individ dhe sistemin tërësi, sepse është tendenca përgjithësi e njerëzve sot, që një krize, apo një vështirësi, një momenti historik, ta lidhë gjithmonë me fajin e një personi, një personazhi, me zgjedhje jo të mira që ka për një personazh dhe jo me faktin që ai personazh është një ingranazh i këtij sistemi. Unë mendoj që kjo është historike natyrisht. Mendoj që me lindjen e shteteve, këto rregullat e përgjithshme që kanë vendosur njerëzit nëpërmjet shteteve apo nëpërmjet pasaj ku diun gjitha këtyre formave të organizimit kanë qenë shumë të egra se sa vetë roli i individit. Domethënë individi, sido që të jetë, ka një rrezë veprimi që e kushtozon sistemin shumë të ngushtë. Në rast se veprimi i tij del jashtë këtij qarku të rrethit që kanë përcaktuar sistemi, ai person largohet jashtë. Domethënë o eliminohet, o dëbohet, o vritet fare. Dhe nëse i referohemi kapitalizmit, që unë do ta filloja pikërisht me këtë më shumë, sepse që të shkosh gjithmonë të gërmosh me vite përpara kemi të vështirë, Marcel. Marcel, se duhet të them diçka, kisha një student që e ndihmoja. Po intanto na than dhe emrin atit Gens Burimi. Gens Burimi, Okay, e çuditshme, se ai është në Francë tani. Bën dalje të shumta në TV shqiptare, si TV Klan Pop Channel. Po, ai vazhdon tani jep intervista nga Franca, jep udhëzime si do bëhet dhe ku diun nëse. Punon nga jashtë. E që the, Marcel, kam patur një student një të çuditshëm që nuk e jepte dot i provim të fizikës. Edhe kishte i provim, po nga provimet e fundit, edhe kishte si zakon që të jepte provimin do ta lexonte librin çdo ditë nga faqja e parë. Më kupton? Libri ka 500 faqe. Lexonte 50 faqe ditën e parë, ditën e dytë pastaj fillonte prapë nga fillimi arrinte te faqja 70, pastaj te faqja 80, derisa i thash që kështu ti nuk mbaron dot kurrë, thash, se i do provimin. Domethënë vendos sa baza, po mëso ato që do japësh në provim tani. Pse ta them këtë? Ne nuk mund të kthehemi siç na kthejnë ata të Pellazgët e të Ilirët, na kthejnë 8000 vjet përpara dhe na mësojnë historinë e kujtun për të njohur thon veten tonë sot e çfarë do bëjmë sot, duhet njohim historinë tonë na çojnë 10000 vjet përpara. Do të them mos kthehemi shumë përpara. Dhe kur ne kthehemi çik më pak, ta thonë ti po na kthen mbrapa, ne kthehemi 100 vjet, shumë të Xhaxhi Xhamili. Ta thonë po kthesh mbrapa, ta kthen 10000 vjet, 20000 vjet. Domethënë pa e zgjatur, po, kapitalizmi, kur lindi me këto rregulla që këtu është pyetja tani, ishte vërtet zgjedhja e një personi e gabuar në fillim, si thot Jean-Jacques Rousseau, që thot që dikush njerë që rrethoi një tokë, dhe tha kjo tokë është e imja dhe aty lindi
si thuash, tragjedia e njerëzimit. Në momenti kur tha kjo tokë është e ime, vuri dhe i policë për ta mbrojtur atë. Tani, këtë, domethënë nuk mund ta shpjegojmë dot që zgjedhja e një njeriu apo shumë njerëzve etj, por u zgjodh një sistem, sido që të jetë. Dhe si sistemi është kapitalizmi liberal. Me atë doktrinën ekonomike të Adam Smithit, që kemi thënë dhe herë tjetër. Dhe ky sistem nuk e ka trajtuar atë të fillimit. Pse nuk ka arritur dot të dalë nga ajo? Sepse s'kan dashur as njerëzit, Marcel, nuk ka qenë vullneti i njerëzve. Domethënë njerëzit janë futur në këtë drejtim dhe këto liberistët ose liberalë gjithmonë thonë mund të ndërtohet çdo ideologji, thonë shumë marksizmi, anarkia, socializmi, gjitha ideologji thotë, por në fund fare thonë këta çdo gjë thotë përfundon tek shoqëria liberale. Kështu thonë këta, sepse ajo përputhet thonë me natyrën e njeriut etj. Unë më shumë se sa përputhet me natyrën e njeriut dhe shoh tek njerëzit janë shumë konformistë, shumica, që tendencialisht njeriu shkon mbas të fortit, shkon mbas pushtetit, mbas egoizmit, mbas qefeve, mbas këtyre epsheve, gjërave të lehta, gjërave jo të vështira, kupton, sipërfaqësore, të mashtrojnë njëri tjetrin, t'ja hedhin njëri tjetrit, jo vetëm midis njerëzve të larg, jo shtetet me njëri tjetrin, por edhe njerëzit brenda familjes du me spekullu vllai me vllajin, motra me motrën e kujtun etj. Dhe është kjo tani që është një skem tani që kjo është ngurtësuar dhe ngurtësohet gjithmonë më tepër. Marcel, unë këtu jo se jam pesimist, por domethënë gjithmonë duhet luftuar që të gjendet amortizator, sepse jemi në një varg vërtet, në një anije të gjithë dhe dallgët na hedhin poshtë lart. Kështu që kjo punë e Sorosit apo e një personazhi tjetër, e Hitlerit dhe Mussolinit, ato natyrisht kanë patur rol shumë madh në histori, por nuk mund ta ndryshojnë historinë. Domethënë ky sistem është ndërtuar në këtë mënyrë dhe derisa tani sa ekziston, njerëzit janë si në një teatr, si në një film, që të gjithë njerëzit, Marcel, dhe ne të dy që po flasim tani. E kupton? Jemi në një film. Po, atë po thoshim edhe me Olsin te videofuni që bën, se i pyton, po gjithë të gjërat që po mësojmë tani, çka kena forcën me bëni gjë, ja bën no, e pranoj dhe Olsi, ne jemi si spektatorë këtu. Edhe ne forcën e kemi që të flasim, të shprehim atë që mundohemi, domethënë që ne mundohemi që sido që të jetë, si në fizik ato komponentët e forcave mbledhen pasaj, Marcel. Dhe ne i japim një kontribut, sa to të vogël, e kupton? Jemi një komponente. Natyrisht janë komponentet e tjera, kjo do japi rezultante, ajo rezultante varet pasaj se si do eci. Jemi gjithë në një anije në një det të trazuar në vërtet. Ta them unë vazhdo. Ta them unë bëju një si e kam unë idenë pse njeriu ndodhet tu, po them atë time. Për mendimin tim, njeriu e hongri kur ato më të mençmit i than, hajde të rrim tu me i vend pa lëviz, edhe kështu që mos bëjmë mo ato kaçatori, rakoljitori, për shembull që boshim, që ne u spostoshin ku kishim e hangër, boshim gjuheti etj, edhe boshim çdo gjë me forcat tona. Një më i mençmi ka thënë, shpiku për mendimin tim atë agrikulturën, e bëni, s'ka nevojë me u lodh si trapa, shkoni, xhironi, boni, vriteni, Juhan Luani etj. Hajde rrini këtu, të ky veni i vogël këtu, jemi të mbrojtëm, bëjmë muret, s'na han kafsha, kemë hongër këtu, edhe aty nisën gjithë problemet për mendimin tim njeriu, që la lirin edhe si më thanë, për konveniencë u vu acetoj, po ama këtu brenda ka rregullat e atit mençmit që e shpiku këtë ide, edhe aty lind proprietà privata, lindin proteksionet, mbrojtje e proprietas, kështu që shteti, që do të jetë si bullo që do të thotë si do me bëj gjërat, edhe aty nisën problemet për mendimin tim për njeriu dhe nga aty deri më sot ato e kanë perfekcionu këtë trapula ku kanë fut njerëzimin, që nuk është trapula sepse ka shku vetë njeriu aty, po tani
me kalimin e kohës, kjo trapola që në fillim lindi vetëm si një qytet i vogël, kur kishe agrikulturë, kishe tokë, që t'jepte me hangër pa rreziku, më që që të bosh me hangër, ta gjesh të hangër vet. Filloi aq edhe u bë një trapola kur sot ne jemi aq hyr thellë te kjo gropa që është impossibile me dal. Është impossibile për mendimin tim, se e kanë perfekcionu në mënyrë impossibile me dal nga kjo trapola. Edhe plus, njerëzit kur e shohin në allato pratiko, kur e shohin sa thellë kemi ranë këtu, edhe kur ti i thu, ti e kupton se po menosha dje. Merre men, njeriu do të bëjë një botë ku non deve essere ricattabile, me kuptimin që nëse këto kanë krijuar një botë që ti për të marrë lekët duhet të bosh atë që duan ato, që do lëgjoj, edhe s'mund të bosh me forcat e tua, për shembull, merre men, ti mund të bosh një shtëpi me forcat e tua. Unë kam provuar me bë këtu, jam mal, kam provuar me bë një zi kapana të vogël me dru. Bëhet. Merre men të impenjohesh mirë mendimin e tjerëve, ti mund të bosh shtëpinë tate me forcat e tua, mund të hash me forcat e tua. Këto e kanë heqë njeriu nga kjo posibilitet, sado që ne kemi dur, kamë, kokë, çdo gjë, edhe kanë futur në një sistem që mund të hajnë vetëse nëse bën punët që do sistemi. Me fjalë punët që duan ato që kanë kriju këtë trapola ku jemi. Si thua trapola shqip. Këtë kurs. Se do sa ajo ti e kuptojnë fjalën trapola. Debila duhet ta kuptojnë. Ne duhet kemi mundësinë me bë atë që duam, jo atë që do sistemi, se për ndryshe dhe jemi përherë rikatabili, përherë do ndodhin persona aty në protesta, prof, që për të marrë ato dy thërrime që i japin më të fuqishmit, do të vrasin, do të shajnë, do të bëjnë ditu të ty që po i thu debilave, po mund të jemi të lirë këtu më debilë. Nuk, sepse ato thënë, me u liru nga këtu, do të fillit të hypi të kjo gropa ku kam ranë, dhe është impossibile. Dhe çfarë bëjnë? Punojnë me atë që i mande trapola. Kupton? Edhe kështu e shohëm, nuk di. Po përse dhe tani kush është problemi? Kemi arritur në disa nivele tani që ky sistem bëri që individ si punë Sorosit, po dhe miliarderë tjerë të akumulojnë shumë pasuri, shumë para. Shumë para, pastaj në letër apo pa letër janë gjithmonë para. Duke akumuluar shumë para tani, sistemi gjithmonë do eci përpara. Do sistemi është në kam bazë fitimin, ti duhet të bësh gjithmonë më i pasur. Dhe këto tani, nga që kjo shumicë e madhe parash tani, është pikërisht këtu që lind problemi tani dhe kanë krijuar këto gjoja filantropizmin. Do me thonë çfarë bëjnë këta, që duket si një ide e mirë, thotë, meqense një miliarder ka shumë para, në fillim bëjnë të varfër, pastaj të vinë si ndihmësat. Në fillim të bëjnë të varfër, s'lejnë me qenë independent, pastaj të bëjnë si të mirët. Kupton, ka krijuar një sistem ku sepse janë vetë nga që prishin shumë ekuilibrin, Marcel, nga që shkatërrojnë shumë, sepse është normale kur ti akumulon pasurinë domethënë krijon një keq shpërndarje të pasurisë. Domethënë një rritet ai indeksi i koncentrimit që është në ekonomi, që indeks që quhet indeksi i Gini-t. Ai indeks gjithmonë tepër rritet, kjo krijon ka efekte të rënda sociale. Domethënë krijon më shumë papunësi, krijon më pak shtet social, domethënë krijon shumë probleme. Dhe duke krijuar probleme, qeverit nuk i përballojnë dot pas këto probleme dhe takohen me këta. Me shpresë se këta do i ndihmojnë, sepse këta kanë shumë para. Dhe këta natyrisht ju ofrojnë, po ju ofrojnë karrotën, po kanë gati atë bastonin nga mbrapa pastaj. Edhe një pjesë parave këtyre këta të bëjnë një shkollë për shembull. Ratën Meti në Shqipëri, thotë të ndërtojmë ne këtë shkollë, por të vënë kushte që ti pasaj kur të bësh ligjet në qeveri, të bësh ato apaltet, këto garat, që thonë ata tenderat në Shqipëri, t'ja u japësh tenderat njerëzve që janë lidhur me këta, multinacionalet, shumë komshët, që janë lidhur me këta, i fitojnë ata i rrugë autostrade, ku këta të vënë dhe kushtin se sa është interesi kredis,
të vënë kushtin se sa janë shpenzimet atje, se sa taksa duhet paguajnë njerëzit për të mbuluar atë shpenzim, se sa duhet jenë pensionet, se sa si duhet jenë shkollat e tjera. Domethënë ky me atë filantropinë e tia, sepse ti patë nevojë se të rajë tërmet, patë i fatkeqësi natyrore, kujt ta vinë me njëherë, po ta bësh rend më shumë afront të fatkeqësitë natyrore këta, ose tek luftrat. Kur plas lufta, ky hyri në Shqipëri në momentin kur Shqipëria ishte pa stabilizuar në 1994 duket ka hyrë në Shqipëri. A 93 po kohën e Sali Berishës. Ta shfrytëzojnë ndjen atëherë në gjakut këta. Aty ku ka gjak dhe këta shkojnë. Dhe bëjnë atë fazën e parë kanë të ndihmës të filantropisë. Më mbrapa pasaj janë, domethënë, pjesë e këtij sistemi dhe nuk është puna se George Sorosi shkon në Shqipëri dhe ai favorizon vetëm fondacionin e tij për të shtuar paratë e tij. Jo. Ai vendosi lloj ekuilibri në sistem për të gjithë lëvizjen e kapitaleve në tërësi. Nuk është se përqendron ai vetëm për ato vetëm për bizneset, po themi, të tija, që janë të lidhura me atë. Natyrisht, modeli i shoqërisë hapur është që shoqëria e hapur ka shpalluar miq ata që janë kundër shoqërisë hapur. Ke parasysh ata thonë shoqëria e hapur është për mendimin e lirë, që njerëzit shprehen si të duan, të mos kenë barriera, mos kenë kufi, mos kenë autoritete, dhe janë për këtë lloj lirie, por janë kundër lirisë të atyre njerëzve që nuk e mendojnë si këta. Pra, është libri i Karl Popperit, Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj. Domethënë armiqt, ata që janë armiq, po themi dikur Trumpi, këto ndikojnë pastaj pikërisht tek qeveritë që Trumpi t'i ngushtohet edhe ajo mundësia e peshës tyre në investimet publike, ku janë investimet që bëjnë shtetet të ndryshme. Dhe për shembull në Shqipëri, një ndër arsyet që janë ngritur njerëzit në Tiranë është pse Sazanin e mori Kushneri, dhëndri Trumpit. Se po t'ishte një liberal, t'ishte Mario Draghi, po themi Italisë, apo t'ishte Massimo D'Alema Italisë, as do t'gjoj fare lajmit, jesh i sigurt. Por sepse kjo pjesë Trumpi akoma ka mbrapa ca njerëz, ndoshta ai jo vetë, se ai është ricikluar, po ka të tjera aty të cilët kanë akoma këtë idenë e sovranizmit, që ky e quhen autoritarizëm, dhe këto nuk duhen absolutisht të financohen, që jepet mundësi që të shtojnë paratë e tyre, sepse janë të rrezikshëm për shoqërinë e hapur. Pra shoqëria e hapur jep mundësi të zhvillojnë biznese, të zhvillohet ajo sistemi, të zhvillohet tregu sipas modelit të shoqërisë hapur. Jo që të financojnë, për shembull kur ishte Berlusconi, i hapi luftë Berlusconi në Itali, George Sorosi. Sa herë që një qeveri me fjalë bëhet ishte autoritare, në kuptimin që thotë do mendojmë për popullin ton dhe jo do ju kundërvihemi që këtyre shumë komshe multinacionaleve, këta e gërsohen dhe edhe fillojnë ato revolucionet e ngjyrosura, i vendosin në shesh njerëzit e tyre. Kupton se do të thosh sistemi si shteti ky nuk është një individ George Sorosi. George Sorosi është sistemi në vërtet, është përfaqësuesi i klasës, i kapitalizmit financiar mondial, global, i këtij modeli, të cilët me parat e tyre kërkojnë jo ta mbajnë në këmbë sistemin, sepse dikush thot për ta shtuar sistemin. Jo, për ta çuar gjithmonë më përpara. E thënë me pak fjalë për ta bërë gjithmonë më keq. Se unë kështu e konceptoj, që po të shkoj ky sistem në këtë mënyrë gjithmonë përpara, gjithmonë gjëra do bëhen më keq. Po, për mendimin tim duhet janë të detyruar me kriju dy anat, le dy facioni, no? Me fjalë, nga një anë janë ato që duhet të ecin në këtë anë, pa ama do i krijojnë dhe, si më thanë,
një anë tjetër që ti jep atë idenë në fjalë popullit që ka një farë dialektika këtu që po mundon. Progresistë dhe konservatorë. Këto progresistë duan më shpejt, duan një shpejtësi më të madhe. Se këtu ndryshon që progresistët kërkojnë një shpejtësi më të madhe sistemit, ndërsa konservatorët e vendosin në një regjim me një shpejtësi më të ulët. Duan të konservohen ato gjëja. Por domethënë që thonë bëjmë një pauza. Është si një lloj pauze që vazhdon prapë, sepse edhe kur hipin konservatorët, bursa e Wall Streetit nuk është se mbyllet. Ajo vazhdon 24 orësh atje. Ato numrat mbullohen, 24 orë mbullohen dhe 24 orë ato thithin gjakun e njerëzve. Po pra, është si më thanë, opozicione kontrollata edhe ato. Që ngjajnë sikur janë kundra. Ata thjesht me fjalë vendosin ca limite që edhe ajo pjesa nacionale që është e lidhur me tokën, me vendin, me tjetër, mos eliminohet, që njerëzit mos bëhen gjithë qytetarë të botës në kuptimin që të jenë të lëvizshëm gjithë botën dhe që mos kuptohet ku është atë njërit, ku është atë tjetrit. Po. Këto duan akoma atë idenë të familjes, Ato t'japin dhe një horizont, për shembull këto që ngjajnë sikur janë kundra e konservatorët, i japin një horizont atymve që janë, si më thanë, në kritik të sistemit. I thonë, eko, kaq mundesh të kërkosh. Kuptoni, i japin një si horizont, deri këtu mund të arrijmë me kërkesat, me limitu sistemin. Kupton, funksionojnë edhe si një si tip të formojnë t'japin gjaku kur t'japin atë, si më thanë, la soluzione, gjatë të proposta është e futmja, sepse ti është tamam sigur jetu më thanë, për shembull, ti e moma edhe jetu i dhanë kalamajve, atëre që doni? Doni me shku me lujt mrapa pallatit, doni me lujt të lodrat aty të cirku, edhe ka qenë posibilitat që për t'jep. Ti të thume vetë, jo, du me shku ndet. Nuk është fare asgjë pse. Se nuk non è nemmeno concepito, si më thanë. Nuk është e konceptuar fare, sepse janë këto që ta limitojnë atë posibilitat që ke. Dhe në të vërtet, Marcel, kur hipin kjo pjesa konservatore, që këta janë përpiqen të jenë anti-imperialist, do të thënë anti-globalist, që atë smundjen që është globale ta lokalizojnë në një smundje nacionale, se është gjithmonë një smundje. Por rezultati që sillin ata është rezultat shkatërrues edhe, sepse ata çfarë bëjnë për të arritur këtë, ata që të mposhtin pak këtë pjesën globaliste, të pjesën e këtyre njerëzve që s'kanë atë dhe, por që investojnë në gjithë botën, se dhe këta krijojnë multinacionale, po janë më shumë brenda vendit, për këtë interesin nacional. Çfarë bëjnë këta si instrument? Godasin të varfrin fare. Do më thënë mendojnë, që arsyetimi bëjnë këta. Këta nuk godasin problemin, sepse këtë sistem nuk është shënon dot. Për shumë rastin e emigrantëve. Lëvizja e emigrantëve është si lëvizja e kapitaleve. Do më thënë është pjesë e këtij sistemi. Nuk është se është si shtonë është e programuar, organizuar, zënësimi, jemi në një anije që nuk dihet ku po shkojmë. Lëvizin njerëzit. Ata thonë deri në të lirë, lëvizje njerëzve, lëvizje kapitaleve. Bëjnë njerëzit çfarë ta zgjedhin, si të duan të zgjedhin dhe vdekjen, madje. Ata janë pra eutanazin, të zgjedhin dhe kur të vdesin. Atëherë këto konservatorët çfarë bëjnë? Godasin emigrantin, se nuk kanë që t'i bëjnë sistemit, dhe godasin të pasojën e sistemit. Po kur ti godet emigrantin, godet pjesën më të varfër, ke krijuar më shumë probleme. Ose ulin taksat për veten e tyre. Ulin taksat për pjesën e pasur të tyre, me qëllim që të forcojnë pozicionin e tyre. Kupton? Kjo ul shtetin social, ul edhe investimet të shëndetësi në strukturat publike, e ul atë. Do më thënë këta, përdorin një kundër globalizmit gjoja, pa e forcojnë më shumë globalizmin, e forcojnë nga ana tjetër këta, e forcojnë duke eliminuar shtetin social, duke eliminuar investimet publike.
Domethënë se këta janë për privatizimet, thonë ta privatizojmë se kështu e ruajmë më shumë. Dhe pastaj vinë prap, dhe këta përgatisin dhe po të shofish se cili prej këtyre përgatit ardhjen e atij që quhen opozit. Sepse vjen një moment pasaj njerëzit nuk durojnë dot më këtë lloj dhe vin pasaj e majta. E majta i hap rrugë këtyre vëshimeve të kapitaleve globaliste. Gjoja hyn kapitalet, hyn çik para, vendosin, rrisin taksat dhe japin dhe pjatën e supës njerëzve që mos bëjnë sikur mbrojnë dhe emigrantin. Gjoja ngrejnë ato kundër racizmit, gjoja mbrojnë palestinezët, kujtjon, domethënë janë një lojë të jemi në një teatr, në një lojë të nuk e di, ka dalë jashtë kontrollit. Po, është lojë komplet që çdo që të shohësh ti destra, sinistra, nuk çon mas i vën. Vetëm gjë që kemi në dorë neve është që aty ku ndodhemi në pikën të bëjmë diçka. Nuk thënë vetëm këtë kanë në dorë njerëzit, që ti ta mbrosh të drejtën tënde mos e lejosh që të shkelet e drejta apo shkel liria të organizohesh 2 veta, 5 veta, 10 veta, vetë organizimi, jo të organizoj Sorosi. Domethënë njerëzit përpiqen të krijojnë struktura të lagjeve, ku diun të mbrojnë pallatet e tyre, të mbrojnë këtë, të mbrojnë natyrisht sindikatat i shoh si një mënyrë, po këta po i eliminojnë. Si një mënyrë që punëtorët jeni që të bashkuar, grevat, manifestimet, por që të bëjnë, të jenë gjithmonë një gjë nga poshtë, që t'i japi sado pak tronditje e sistemit, ta frenoj sado pak. Po mu gjë tjetër nuk kemi në dorë. Sepse revolucionet janë provuar, revolucionet i kanë administruar përsëri këta. Mu edhe koncepti i punës që ne jam punëtorë që duhet protestojnë. Pse është ai koncepti i kooperativës për shembull? Pse duhet të ketë një kapo? Pse një ditë për shembull, një fabrikë nuk mund ta drejtojnë gjithë personat që kanë tru. Merrem sa herë unë kujtohet kur isha në punë, unë kam punu me një shtypshkronjë me 15 vite. Edhe thosha me vete, po pse unë s'mund të them atë që sa herë për shembull ai ishe kapo, jepte ide stupide. Unë as mund s'kisha gojë me propozu që mund të kisha një mënyrë më të mirë me bë gjërat, sepse o e ofendon, o një ta myll gojën më një herë, sepse ai është bosi, kupton? Kjo është ajo gjë. Pse duhet të kënaqemi me kaq pak? Duhet protestojmë ne dhe ai duhet të jetë kapo. Pse ne tjerë s'kemi tru? Pse nuk e bëjmë një società almeno? Okej, pranojmë që me një società që është teknologjike etj. Quindi, okej, e accettoj këtë. Po të paktën e bëjmë që të gjithë e punojmë të gjithë në të njëjtin nivel. Kupton? Pse duhet më trajtosh sikur jam një budall? Kam tru edhe unë. Kupton? Është ky koncepti që ne do të jemi si kalamajt e vegjël që duhet protestojmë, duhet i kërkojmë, duhet bëjmë shopero. Ç'është kjo? Jam budalliqe në mendimin tim. Pse? Po në fakt është e vërtetë që njerëzit nuk vënë dakord, edhe tani duhet një kokë që ta çojë në një buona direcione atë grupimin e njerëzve. Është e vërtetë edhe kjo, se ka lloj budallënç për shembull, që nëse i jep secili nga këtyre të drejtë me direcionu aziendën në qualsiasi sa fapim cazzo, sì. Dhe nuk bëhet më asgjë. Normale do vjen njerëzit e aftë, ajo është normale. Por do të thënë, jo njerëz që të marrin lirinë, aman. Se ti po e ve kapon e ndërmarrjen, ai të merr lirinë. Ai nuk është problemi se po bën komandën e ndërmarrjes. Ai është, domethënë, nuk po bën organizimin e ndërmarrjes, po bën komandën. Shiko, Marcel, se kemi vështirësi unë nga që marrë me këto manifestimet e sheshit shumë, që në fundit kam arritur dhe të organizoj njerëzit. Pak, po kam bloku rrugë dhe Romës, se kupton, dhe i kam organizuar pa ndihmë financiare të askujt, kam krijuar një lloj lidhje interesi ndoshta me njerëzit, por nga poshtë. Dhe gjithmonë me fjalë
për të kuptuar me i fjalë, se aty dhe kupton diçka. Edhe njerëzit intelektualë kanë luftuar në vërtet pjesa intelektuale, po jo, kur themi intelektual nuk kemi fjalën për akademik. Marse, që na kuptojnë njerëzit, ne kemi fjalën për njerëz që ndoshta s'kan shkuar në shkollë fare, ose kanë marrë ato elementet bazë, por që janë të pasionuar dhe e vënë me një lëvizje, domethënë ndërtojnë se gjëja e çuditshme dikush është që për shembull e studiojnë filozofinë shumë herë në shkollë, studion një filozof, po themi emrin, i cili nuk e ka bërë kur universitetin për vetë e filozofit, ndërsa në universitet lodhen me provime për dhënë provimet e atij filozofi, kur ai s'e ka bërë kur universitetin për vetë. Po siç është Galileo Galilei, ai s'ka bërë universitet. Që në universitet i lodhesh e shkatërrohesh me këto ekuacionet e Newtonit dhe Galileos, Galileo Galilei. Pra, këto ka pat njerëz që këtë që the ti kanë menduar që mund të arrihet me njerëzit, po shumë është shtypur. Kjo ide që jo komandës. Domethënë komunikimi horizontal, ne jemi njerëz të kësaj toke. Pse do të ti të kesh 100 milionë euro, unë të vuaj për bukë. Pse ti që kërke kaq i ndryshëm nga unë, të kesh kaq shumë privilegje, dhe unë me zi jetoj. Domethënë pse ti të kaq e pabarabartë kjo shoqëri, dhe pabarazia fillon me ndërmarrjen me vendin ku punon. Se aty është ajo që aty prodhohen vlerat materiale. Ato gjërat për të jetuar me vend prodhohen tek puna në fund fare. Nduke se ka dhe një përke pse është strukturuar me kështu prapë, për mendimin tim. Nëse ne ishim te një fabrikë për shembull, nëse jemi të gjithë barabartë, ne e shohim që nuk ja vlen me bokët punë si robot me pas kaq shumë prodhim. Edhe ne do dal nga dal do kuptoshim që nuk ja vlen me u bot sop në punë, do punoshim gjithë çiksi më pak. Edhe nuk do u arrishin ca gjona, për shembull, do shkojmë luftë. Asnjëri s'ta bonte, që se s'ke për shembull atë, si më thanë, konstricionin, kupton? Edhe për mendimin tim, kjo është ajo lë fakti që duhet të jetë kështu e dhunshme, se përndryshe ai njerëzit, nëse ja lën dorë të gjithë njerëzve, njerëzit do tendoshin me bë më pak. Sepse ta kuptoshim, ja vlen me u çun 5 mjesit, pa qypa gdhi, me bë gjithë atë sforco, për ç'a? Për ç'a? Fra poco do të shkojmë në pension, do vdes. Dhe del nga dalë njerëzit do kuptoshin këtë, nëse ishin të gjithë në komando të direksionit të jetës vet, edhe do punoshin gjithë më pak. Pa ma të punu më pak, s'do u krijonte një botë globalizata dhe nuk mund të krijoshin ca instrumente gjigante siç krijohen kur njeriu e jep kamzhik, siç është sot. Edhe kështu që për ne duhet, për mendimin tim, të jetë e strukturuar me piramide, se përndryshe nuk arrim dot me bëj gjëra kaq komplikume siç jemi tu bëlla ne. Duhet per forca. Është vetëm mënyrë se përndryshe njeriu po ta kupton, po ta tishë në dorë të destinus vet, të ardhmës vet, do zgjidhte me bëj një jetë më të qetë, shumë pislik makine për mendimin tim s'do u bonte. Kush është ai debil që do shkonte në një fabrikë makine me ato gjonat kimike, me gjithë ato skifo që respirano, me boj makina që sa vdekëm krijon etj. Njerëzit do preferoshin me jetu te tokat e veta, me boj një jetë më të qetë natyrale. Edhe ky është problemi, po nëse u izoloshim ashtu, nuk krijoshim këtë grande corpo që kena krijuar tani, që arrim me boj një shuttle, arrim me bë në raketa, arrim me bë gjëra shumë komplekse, sepse kanë vënë miliona njerëz që bëjnë gjonat, dhe kur i vën gjithë bashkë krijojnë një gjë madhështore. Po madhështore nuk është se na ka përmirësuar jetën. Shiko Marcel, sepse unë mendoj që është çështje e edukimit njerëzve. Njerëzit, edukimi është shumë i rëndësishëm. Domethënë ky sistem vërtet gjëja ka bazë iniciativën private dhe ti po të punosh fiton etj. Mirë, po mos harro që sot 80% e punëve janë jo prodhuese, janë parazitare, janë thjesht përfituar para. Po nuk prodhon ti asgjë për nevojat që kanë njerëzit, as ushqim,
as veshmbathje, as kultur makina për të lëvizur, janë ato që quhen servici, shërbime. To llogarisin 80% e ekonomisë sot s'ka fare lidhje me prodhimin. Po themi që kjo shifër s'është e saktë, por është shumë e madhe. Njerëzit rendin mbas parës, sepse kështu është edukuar njeriu. Unë këtë do ta kundërshtoj këtë që the ti, Marcel, e di pse? Sepse ti ke qenë i ri në komunizëm. Unë do të themi mos shik më e madhe dhe kemi jetuar aty. Ajo ishte një ideologji natyrisht, ai kishte mbyllur brenda kafazit e Enver Hoxha dhe të ushqente me parulla, gjitha ne. Kudo ku ti eci rrugës ti shifje vetëm parulla, një për gjithë për një, të mbrojmë pronën socialiste, të dënojmë armikun e klasës, të bëjmë këtë, etj. Dhe do të them ta garantoj këtë Marcel, dhe me siguri na e konfirmojnë njerëzit e moshës time, që është e qartë që njeriu nga natyra është dinak, do me ja hedh tjetrit. Të punojmë më pak dhe të marrim shumë. Por të them që ajo propaganda që e madhe e krijoi atë njeriu e ri në atë kohë, që e thajmë Enver Hoxha dhe kemi kriju njeriu e ri me ideologjinë komuniste, pavarësisht se ai njeriu i ri u zhbë për një ditë në 1990. Praf me vrap u shkërmoj. Në të kuptim, do të sjell një shembull fare të thjeshtë, që theti nuk do punojnë njerëzit. Ka punuar njerëzit në kohën e komunizmit, Marcel, jo sepse i kanë detyruar siç bëhet propaganda. Nuk është thjesht detyrimi, nuk është e vërtetë, Marcel. Shumë njerëz vinin se thoshin e kishin ideologji, unë do punoj, se kështu ndërtohet socializmi, do vi komunizmi, ku do jetojmë gjithë lumtur. Ishte një spinta, një gjë e brendshme ideologjike aq e fortë, sa i bënte këto gratë në fshatra që të punonin 14 orë, sepse thoshin një kokër gruri shkruan për armikun, për shembull. Ato ishin të bindura. Të sjell një shembull, Marcel, baba im punonte roje i mollëve të kooperativës në atë kohë, edhe me ndoku kisha arritur në ndërgjigje e tia. Ai shumë mirë mund t'i merrte 5 mollë t'i vuse në xhep t'i binte në shtëpi. Të betohem, është e vërtet, binte vetëm në një mollë të kalbur që rrëzohej në tokë, nuk e kpuste i vinte keq ta kpuste sipër. Nuk kanë qenë agresiv njerëzit që është pronë të gjithë dhe meqenëse është pronë të gjithë s'është as kujti. O Marcel, ka shqiptar që gjë e pronë është e gjithë dhe s'është as kujti se e thon tanik propagandë. Po mirë mos ju bën gjithë ato gjëra atëherë, ato uzina, ato fabrika. U bën vetëm me forcë duke I marrë njerëzit me drusi pastaj, po jo. Njerëzit kanë shkuar, u edukuan dhe u mësuan me atë, u mësuan me ato edukate pune. Vinin aty, kjo do bëhet sot, kjo fabrik do funksionoj, sepse do të shajmë rrethimin imperialist revizionist. Do të thënë kjo formë ideologjike. Dhe shembull për këtë ka Marcel, për shembull, Komuna e Parisit, do të cit disa shembuj, me aq sa kam lexuar unë, Komuna e Parisit demonstroi në atë kohë që fabrikat punëtorëve dhe inxhinierëve, natyrisht pa padronin, funksiononin. Madje ishin konkuronin më mirë se sa fabrikat që kishin padronin. 72 ditë, sepse aq I lanë borgjezia, I mbytin pasaj këtaj, do të thënë se këto pasaj pjesa tjetër bashkohet me shumë egërsi dhe I vret. Mos harro, Marcel, se për shembull në pak nuk e mbaj mend vitin eksakt, por duhet të jetë 1897, 3 vjet përpara 1900-s. Bëhet një takim në Rom I 17, mund ta kërkosh këtë gjë, kërkoje vetë si informacion, se unë e kam gjetur, dhe e kam kërkuar përsipër s'po I gjej dot. Shumë interesant. Një studim, një shkrim me fjalë, dhe që tregonte se si u mblodhen në Rom 17 capi di stato në atë kohë. 17 president, po I quajmë ose mbretër, sepse jemi në vitin 1900 avësisht, dhe u mblodhen për të bërë një ligj të përbashkët, ku ishte Anglia, Franca, Rusia, Gjermania, Italia, gjithë vendet kryesore, por 17 vende, u mblodhen në Rom dhe do bënin një ligj që kush mendon që padroni nuk është I domosdoshëm për ndërmarrjen,
Pra kush ka këtë filozofin jo komand, filozofin të anarkist të Joseph Proudhon apo të Bakuninit, mjafton të kishe këtë mendim përfundoje në burg. Duhet bëj një ligj pra ishe për anarkistët. Kjo sepse ishe zhvilluar dhe në Itali me Enrico Malatestën. Të këshilloj të lexosh pak për Enrico Malatestën, ato kanë bërë gjëra të çuditshme në atë kohë. Dhe i kanë dhënë provat, ai ka qenë djalë latifondisti, Enrico Malatesta. Ai ka qenë fëmijë latifondisti i pasuri. Dhe kanë bërë këtë nga Benevento, nuk e di, më kanë arritur që të demonstrojnë konkretisht që kjo shoqëri funksionon dhe po ta lësh të lirë njeriu, të mos i vësh autoritetet të forta, po të edukosh të komunikimin, të thosh gjithë të luftosh gjithmonë me edukimin oral, sepse ka i gjë mëse masa e njerëzve, po të jetë shumica që të dojë një ekuilibër, një bulist, një që është hajdut, e kujton që do të spekuloj, do të vjedhë, nuk ka nevojë të përdori patjetër burgun dhe armën. E merr atë dhe thotë e merr dhe i flet thotë ti nuk mund të bësh kështu atje dhe edukon, nuk ka nevojë. Jo me format komuniste, ose me format tamam të lira. Sepse pse ekziston bulizmi? Bulizmi ekziston se ekzistojnë autoritetet. Në një klasë tallet dikush, 2-3 veta tallet me nxënës e ngacmojnë e bulizojnë, qesh gjithë klasa, qesh edhe mësuesi, dhe lind ky bulizmi. Po t'ishin një 10 veta, ti thoshin aty djalë ti nuk mund të bësh kështu, ai dal nga dal nuk bën. Pra këta e nxisin me propagandën, me modelet që japin Marcel, jo do kesh makinë e bukur, do kesh femrën e bukur, do bësh qef, do shkojsh në përpushime, në rezorte turistike më të shtrenjta, kujton, domethënë, është modeli Big Brother, gjitha këto me fjalë që dhe po ta vësh re është një propagandë 24 orë, 24 orë në shumë drejtime, që këta e mbajnë këtë sistem. Dhe unë shumë herë them këtë, kur thuhet që ky sistem se është natyra e njeriu. Kur natyra e njeriu do shkë, pse bëj kaq shumë propagandë këta? Mund të mos bëni kaq shumë propagandë. Po mos bëni propagandë, se ky sistem rrezohet për 24 orë, për mendimin tim. Sigur ta mos bëni propagandë, mos ekzistojnë televizion, mos ekziston një propagandë e organizuar, e kupton? Ti lini njerëzit të flasin vetë. Por jo që të ketë pushtete që financon të një grupë edhe çon përpara një propagandë tënde. Jo, ta zhvilloj secili si doj. To bien. Pra, është një sistem që njerëz që krijojnë të prishjen e ekuilibrit punojnë 24 orë për ta mbajtur këtë sistem. Edhe në gjëra të thjeshta Marcel, ti një shok që ke, nëse ai ti s'ke shtëpi fare dhe do rish me qira. Ai ka 10 shtëpi. Nëse ti do flasësh gjithë kohën që unë dua që 10 shtëpi që ka ai të futen njerëzit të banojnë ata që s'ka shtëpi, ai do bëj një gazetë direkt dhe për ato 10 shtëpi do bëj një gazetë dhe do propagandoje drejt e pronës e shenjtë, ata janë armiq, ata janë ata dembelët, bëjnë në shtëpi gratis. Do bëj këtë propagandë, do ta bëj sigurisht një gazetë. Dhe njëri që i pron të vogël, do bëj një jurnal i vet. Një gazetë, nuk do ta bëj patjetër qeveria, kupton? Domethënë, sistemi vet që e prodhon këtë pastaj. Dhe është futur në një vetë rregullim. Vetë rregullim e qeveria, pastaj ti e le fajin qeverisë. Qeveria po ndryshon njerëzit, çfarë do bëj qeveria? Ti do ndryshosh qeverinë po njerëzit, pa i ndryshuar njerëzit fare. Fol. Atëherë jo, atë që po thoshe ti më fal që nuk jam dakord me kuptimin që ti the që po ti lesh, bën atë ekzempion e komunës, po ti lesh njerëzit me i bë gjonat prodhojnë, me kuptimin që ti thu që ne nëse mos kishim nuk do të kenë këtë disturbatorin e jashtëm ti, këtë njeriu nga jashtë që i vin me ato gazetat, i vin me Top Channelin, i vin me Blendi Fevziun aty dhe thotë filani ka bërë 20 shtëpi, ky ka bërë 15, ai ka ndërtuar këtë, ti s'ke bërë asgjë. Domethënë mjafton që ky të jetë i shiruar nga ky sulmi ideologjik që i bëjnë. Qose ti këta njerëz i le. Domethënë janë bërë eksperimente ato, Marcel. Po unë të sill shembull e Jugosllavisë, Marcel. Jugosllavia ka qenë gjysmë anarkike, anarkiste tingëlloni që keq, ndaj se më në anarkike.
Domethënë, vetë administrimi Jugoslav ka qenë gati fabrikat punëtorëve, por ka qenë të vetmet fabrikat të Kroacisë, të Serbisë e të Slovenisë që konkuronin në Europën perëndimore në lindje, s'ka patur tjera që i konkuronin. Ja pra fabrikat punëtorëve, thanë ata. Dhe aty ka qenë vërtet vetë administrimi, nuk ka patur padron në kuptimin. Shteti është normale, ka patur privilegjet e tij, ka marrë edhe pjesën e tij, nuk diskutohet. Por fabrika në vetvete ka qenë jo një fabrikë shtetërore, ka qenë fabrikë grupi në vërtet. Ka qenë një lloj forme midis shtetit dhe kësaj filozofisë libertarie. Du me thani gjë, ti bëne atë shembullin që në Shqipëri njerëzit i kishin fut tru që jemi tu nëse punojmë fort. Do ndërtojmë komunizmin dhe komunizmi do punojmë komunizëm. Do ndërtojmë një njerëz të mirë, do jemi tu kriju qualcosa. Kështu që i futën tru këtë gjë, edhe ishte ajo që i bonte me hec. Për mendimin tim nuk është kjo, profesor. Jo, thua? Për mendimin tim, ajo që i bonte njerëzit me punu ishte sepse nuk ishte alternativë. Nuk është se ti mund të kishe tokën tate, punoshe për katë si tua, edhe asnjë s'do ta çante bëthën. Me kuptimin që unë jam për këtë ide. Unë kam tokën time, nëse du me dhanga në prodhimi im, ose nëse du me skambju me ty, ta boj. Kupton, mi fjalë, i ndajmë tokat kështu siç është, por siç e bëni Enveri, okay. Po prita marrë një sekond. Du me dalë kjo. Që njerëzit punoshin aty në Shqipëri, sepse nëse nuk punoshin, do u shifrin si demela, sepse nuk është se kishin shelta. Ishin o fabrikat e Enverit me atë idenë që po krijojmë njeriu e ri, edhe po krijojmë po ja fusim armiqve që kena nga ana tjetër, që na duan të vdekëm. Për mendimin tim nuk ishte ajo. Për mendimin tim ishte sepse njeriu nuk kishte alternativë tjetër me qenë i lirë, me i bëj gjërat siç donte ai. Edhe kjo është arsyeja pse nuk e huma tani vazhdo ti. Mos harro që ti arsyeton për atë periudhë duke jetuar këtë kohë. Duhet të kthehesh çik mbrapa që ta arsyetosh aty. Unë do të thjellë shembull tjetër, se tani kur e kujtojmë tani neve, ne është normale që qymë gjë më të keqja ajo që ka ndodhur. Shiko, ekzistonin aksionet e kurullat në Shqipëri janë bërë me aksionet e rinis, Marcel. E kurullat janë bërë me punë gratis. Okej, ma hekurudha, për shumë duhet mu hekurudha, profi, që se unë kam tokën time, njerëz më përpara, nuk kishin nevojë vetëm për i kalme u spostu deri te lumi al massimo. Po hekurudha është një gjë që i duhet vetëm një sistemi të madh që do të transportoj minerale, gjona, minerali, ç'm duhet mu minerali që se jam me tokën time, me lumi, toka, kafshët, kaq i duhet njeriu. Për mendimin tim, gjithë këto gjëra të tjera janë fut tru sepse u doshin kriju këtë botë globale, edhe vetëm mënyrë ishte me kriju këto budalliqe, hekurudhat, rrugët. Shqipëria s'ka pas rruga në 1900 po lexosha, deri në 1900, në fillim në 1900 me shku nga Durrës Tiranë ishte peripeci e madhe. S'ka pas rrugë fare. Ashtu do të jetojë njeriu për mendimin tim. Ashtu do të jetojë. Çi duhet të budalliqe? Pa hajt thuja njerëzve tani këto gjëra, që dun makinën e dun gjithë të gjëra, se i është fut truk e budallik. Kjo është lemeria. Okej, unë kuptoj që duhet Marcel. Okej, unë jam dakord që ne mund të ndajmë atë sforcon, për shembull, unë që jam të një pjesë e tokës që prodhon këtë mirë, e ndaj me atë që është në mal dhe ka më shumë çaj mali për shembull. Ai më jep çajin e malit, kaq. Al massimo një kal ose një karroc me kal al massimo me u spostu. Kaq ka nevojë njeriu. S'ka nevojë për këto tunelet, janë të debile aty që janë të bë luftë notave stav. Notav però hypin te treni ato. Edhe nuk e konceptojnë faktin që këtu nuk është se nuk duhet treno veloce, nuk duhet fare treni, nuk duhet fare makinat. Ja, ju futën tru apo jo? Sepse çdo lloj gjëje që këto na kanë fut tru që është indispensabile, është me na e fut. O ju futën tru që gjëja ose nuk për çfarë do luftosh për budalliqit që kanë krijuar ato? Non se ne esce.
Unë jam dakord Marcel, po të arrit shiko. Se këtu të arrit dhe të qeshim shik. Dakord? Po, së shqik ekstrema kishë thema, e di. Se e kuptoj, bravo, sepse ti e thua këtë, po çfarë kontributi japim pastaj konkretisht, domethënë kthehemi do të vërtet të kthehemi aty në prara, do t'i prishim gjithë këto makina, qytete, kujtun etj etj, kjo është e pamundur. Po, e di. Jemi këtu tani. Tani jemi këtu. Sepse në të vërtet unë po të përmend atë të siç e thëti të Diogenit, e ke parasysh kanacin e Diogenit. Të filozofit. Ma kujtoj çik? Diogeni u shkoi të pinte ujë tek çezma. Tek i burim natyral. Dhe dikush i dha një tip pjate, një tip sahani, ai i thoni sahani, nuk e di si i thoni. Një enë, i dha një enë, tha pi me këtë, i tha aty. Dhe i e kapi edhe e mori flaku atë kanacin, për të pirë ujë, dhe tha, nuk dua unë ta komplikoj jetën, tha. Dua të rri me natyrën, tha. E kupton? Aty është mëkat i parë faktikisht, sepse që aty ka ardhur gradualisht. Momentin që njeriu filloi të dalin nga ajo, siç thot Rousseau, të dalin nga ajo gjendja e tij natyrale, aty u shkatërrua fare. Që kur filloi të pikë mishin, kujtun që me zjarrin, kujtun gjitha ato zbulimet shkencore që ai ka bërë, këto faktikisht e kanë komplikuar jetën, e kanë ngatruar, e kanë bërë se tani jemi në një fazë shumë të avancuar. Por unë them, kështu siç jemi tani, sepse nuk e ndryshojmë dot. Me që jemi këtu, ç'a mund të bëjmë? Jemi këtu, ç'a do të bëjmë tani që të paktën domethënë salvar el salvabil, në kuptimin dakord. Janë bërë gjithë ato zbulime shkencore, janë bërë gjithë kjo gjë, jemi për qytete. Por jo që njeriu të bëhet armiku i vetes tij, me fjalë kaq i ashpër me veten e tij. Domethënë që mos jetë asnjë i lumtur, të jetë gjithë stresuar, gjithë shkatëruar, dhe të jetë kaq e polarizuar shoqëria, kaq e paparabartë. Dhe unë thash, të nxorra shembull për kurullat, jo se duhen e kurullat, po të shtora këtë shembull. Thash ti e imagjinon rinin e sotme tani në atë kohë, caktohej kush do shkonte në aksion 15 dita, një muaj, nuk di sa bëj për të shkuar në kurull, djemt e rinj, vajzat e reja. Atje nuk paguheshin, punonin gratis, një muaj rresht. Tani, Marcel, si e mendon ti, si shkonin këta njerëz, do ta bëjmë këtë pyetje, dyse ti ndoshta nuk e di, qofse e di, thuaj në siç e di, po si shkonin këta njerëz, sepse unë kam jetuar në atë kohë. Unë nuk kam shkuar në Kurull, sepse isha për shkolla e për shumë, po ka shkuar njerëz e mi të afër. Për mendimin tim, ka pas atë presione sociale që e mashin brenda dhe nëse kishin një hatër, më fjalë që nuk doshin me bë, prap shkoshin edhe nuk e jepshin veten. Apo jo? Shkonin me qef, shkonin me detyrim, si mendon? Atë po them, për mendimin tim tregoshin sikur ishte gjë në rregull. Apo e shprehin atë malkontenton. Domethënë nuk është se kishin gjithë të dëshirë të shkonin thotë, por ishin detyruar se sistemi detyron ta bëj. Mashin këtë fytyrë fallse, më fjalë. Marcel, një lloj si jeni çerrët që me të parandori otomane. Që këta në thonin, merrnin, i detyronin, ata janë çerrë mbarin radhën. Kush do shkonte i pari aty në Istanbul, sepse shonin fëmijën atje edukoi, bëj ministër, bëj të familjet grindeshin, sidomos bosnjakët, e si janë shumë i për Aleksandr Barbera, nuk e di nga i gjenë materialet, që ato grindeshin, bënin luftë me njëra tjetër, se kur ishte si një lloj bandoje, si një lloj konkursi kush do ta fitojë. Këta thoni kanë marrë me zor, i kanë vrarë, i kanë prerë, kundërtën. Kur vine punë aksionit, unë mbaj mend në fshat dhe thoshin, për shembull, 10 veta, 10 djem, 5 djem, 5 vajza dhe shkojnë aksion në Lezhë, që nga Lenia e Gramshit. Për të ndërtuar Kurullin një muaj. E disa luftë bëj Marcel, se kush do shkonte, gjithë donin të shkonin. Doshin, doshin me vërtet. Që të gjithë, kishte gjithë ishin, ai që arrinte e fuste emrin atje, e qunte veten që pse? Sepse dhe bashkoheshin, ishin gjithë të rinj, domethënë
i jepnin më shumë rëndësi atij socializimit, e kupton se s'ka qenë paraja morti Marcel atëherë. Nuk ka qenë etja për para. Njeriu në ka shkatruar prona dhe paraja, këto dyja shkatrojnë. Atëherë këto dyja ti nuk i ke patur. Diktatura etj. Ka qenë etj. Pastaj Shqipëria ishte vend i varfër Marcel. Në anë të socializmit nuk e përballonte dot në kushtet kur bota tjetër ishte kapitaliste, e kishte shumë vështirë ta përballonte. Sepse mos harro që dhe këto vendet socialiste nuk është se ishin në një planet tjetër, ishin në një planet ku shumica ishin në vende kapitaliste, kështu që presioni jashtëm ishte i vazhdueshëm mbi këto vende. Kështu që e shifshin si një gjë, si një diversivo me shku me këto aksionet, si një gjë pozitive. Po nuk e ke ide noti. Unë mbaj mend ku ishim gjimnas. Donim të vinin një muaj në aksion, gratis në Lushnjë, për të mbledhur atë pambukun. Edhe bënim luftë ne nxënësit dhe thoshim për shkak që inshallah na çojnë në Lushnjë. Se që të leshë shkollën. Që të leshë shkollën. Po ishim gjithë bashkë, ma Marcel, ishim gjithë bashkë, aty bashkë në mbrëmje, punonim, kur punonim, e dimnim në orarin e punës, do punonim 8 orë. Marcel, 8 orë, tjepte 3 reshta, ishin shumë të gjatë, gjithë i baronin reshtat, ma Marcel. Nuk është se, poshin o popona në masakruat, ore punonin njerëzit e Marcel. Nuk, ti mendon vërtet që ta njerëz punonin me detyrim e detyron një ditë, 2 ditë, Marcel, nuk e detyron tjetërin të është si njeri taj ushimin që s'do, për shumë, ja jep do t'i çdo ditë ushimin që s'do, e ja jep një ditë pas e do villi. Ishte aq jetoshin aq në mizeri me shkollë, me detyrime, kështu që kur thotë njëri do hikësh te ky vend i ri, ku mund të shohësh njerëz të ri, shkon. Pastaj Marcel, mos mendo se ishte gjithë kjo mizeri, sepse nuk është e vërtetë. Mizeria Marcel ka qenë, e shifë si një tip vakance. E shifë si një tip vakance, kupton? Marcel, mos shiko vitet kur hyri racionimi. Domethënë vitet mbas viteve 80 filloi kriza. Ajo është periudhë tjetër, nuk them kur funksiononte ky socializmi. Flasim për vitet 75. 75-80, 70-80. Nuk kam patur problem qyteti, Marcel, që qytetet ose fshatrat e tipit lartë e ka patur probleme 30% popullsisë që jetonin fshatrat lartë shumë. Pjesa tjetër ka jetuar më mirë se Satani, Marcel. Më mirë se Satani, ta thot Olsi. Pasion se Olsi është më i apasionuar se sa unë për t'i përtokrasime. Është vërteta. Domethënë jo se ne po ikim nga mizeria. Po Marcel, ne ishim unë isha në Gramsci gjimnas. Ne kishim mendjen 24 orë si do studionim në atë kohë. Ne mendonim 2 gjëra në atë kohë, studimin dhe sportin. Mendo sa gjë mirë ka qenë, i gjendot sot të 2 gjëra. Sot njerëzit mendojnë për veset, për gjëra, ne donim studimin, sepse i donim notat i merrim në shkollë, po të gjithë. Nuk bën të preshtim njeria, Marcel, se të gjithë kishin një objektiv, do shkoj shkollë lartë, do mbaj, flas për ne që ishim shkollë. 1. E dyta, donim që do më 2-3 orë i bënim sport në ditë. Sot të arrin me celular të në vlozin. Ne lozim futboll gjithë ditën, fushat e sportit ishin të lira, nuk paguajnë atë kohë. Ishte aty të konvikti që kishim ne aty e pajisur me gjithë gjërat, me fush basketbolli, fush volejbolli, fush tenisi, fush ping-pongut, gjitha gjërat ishin. S'mund të asgjë, një konvikt. Ushqimin e kishit garantuar, fitin e kishit garantuar, rrije 6 veta në dhomë. Marcel. 6 veta në dhomë. Pa e di sa mirë kanoni, Marcel. Kështu që ta... Nuk ishim problem në 6 veta në dhomë, rrini më mirë se sa ke iden. Që të them unë që e kuptova apo jo, me kuptimin që... Më thënë njeriu ambientohet, problemi është gjithë kjo propaganda e madhe. Ne kujtonim se ishte propagandë shumë Enver Hoxha, propagandën e kanë këta, Marcel. Ky sistem Enver Hoxha, propagandën e bënde nga ora 6 e darkës, deri në orën 22 fike televizori. Këta kanë 100.000 televizion, 24 orë, 2 natës, 5 mëngjesit, ku do i ke... Këto e kanë propagandën, e ka sistemi kapitalist propagandën.
Po, edhe për shembull ti kur shef për shembull ti thua, s'ku ka propagandë sot. Për shembull ti shef femra në rrugëve për shembull në publicitet, ajo po të jep atë desiderion, atë dëshirën me bë seks, me pas femra, me pas më shumë femra, edhe po që të kesh të femra ti du të punosh. Kështu që unë kam bërë këtë analogjinë. Nuk ka pas asnjë diferencë rrugëve në komunizëm që thonë ai hajt do punojmë për atë dhëmë etj. Edhe sot, sepse sot ai të vjen një femër, ti e don femrën, shumë femra ose në PlayStation, e don atë lojën, e don atë vakancën që të vjen ai të publicitaja, edhe që të bësh, që të kesh atë, duhet punosh. Kështu që s'ka ndryshuar asgjë, si më thanë. Okej, unë tani e kuptova çfarë do të më thanë ti. Se unë jam me Osi Azexhiu këtu. Dëgjoj këtë tani. Jo vetëm ato parullat që ishin në të komunizmit, ishin gjitha edukative. Ato nuk të mësuan në përvesë. Ai tha një për gjithë për një. Kush problemi këtu? E që të shkrujtur ti. Thoshe ndihmoje shoku si për veten tënde. Ti do thush po janë parulla, po ti kishe çdo gjithkohën ato përpara syve tënd. Dhe duke i parë përpara ato bëjnë efektin e tyre dal nga dal. Kurse ky të vej aty përpara të shkruan me 5 euro do lodhësh dhe do fitosh një makinë të shtrenjtë, të madhe, ose është e lehtë të fitosh 1 milion euro thot. Tani to parulla, dhe ato parulla unë preferoj ato parulla ti Marcel tani. Ti quan ato pa të mbysin parullat. E kuptoj të mbysin parullat, po të mbysin parullat të cilat të çonin në drejtim të një virtuti, hiq ato jo rrof shoku në verë, rrof partia. Ato është tjetër gjë, është pjesa ideologjike. Po si sot për shembull të vinë publicitet një mashkull që është kështu me veshur si femër edhe që do me vrajë njerëzit, ti e shef këtë filmin, bon të budalliqe që tregon filmi, edhe këto pastaj kanë të drejtën me trajtu sikur je një psikopat, sikur ti do me vra femrat, sikur ti je për tu kontrolluar sepse si je, më fal, përpara të stimulojnë kështu, me që të bësh të gjëra të këqija, që të vrasësh, që të therrësh etj, që ti je psikopat, që ndrosh seks, që shallollë budalliqesh, ti bën budalliqe, vreto, ç'a them unë. Edhe pastaj ato marrin frutët sepse me sjelljen aberrante të njerëzimit, ato pastaj krijojnë një società sempre più opprimente, sempre più controllata. Comunque prof, nga që do të them, një tjetër. Okej. Për një shoqëri të ti krahasosh të dyja shoqëritë, është nga numri i vrasjeve. Ti po të krahasosh, po them hiq pjesën ideologjike, pjesën tjetër ato që ai domethënë i ka vrarë me ligj Enver Hoxha. Vrasjet që ka bërë ekzekutimet politike. Nuk diskutohet me fjalën kundër, është një çmenduri ajo. Por, nëse flasim për vrasjet jo politike, vrasjet e zakonshme që ndodhin midis njerëzve, feminicidi anche. Po feminicidi, po dhe vrasjet që vriten njerëzit, domethënë vllai kush një njeri për punë biznesesh, punë gjash, interesash, ka më të ndryshme, punë pronash. Vrasjet e këtyre viteve, numri është aq i madh, Marcel, që tregon që ky sistem është vërtet sistem më i keq që mund të ekzistojë, nëse e mat me numrin e vrasjeve. E dha dikush tha janë në Shqipëri ka thënë afërsisht 7.000 vrasje vetëm për motive të dobta. Domethënë që mund të evitoheshin për një grindje, për një pakënaqësi, për një garth aty, për një gjë që ti ke parkuar makinën keq, kujt ke hyrë përpara. Domethënë 7.000 të vrarë vetëm për këtë gjë. Në atë kohë, Marcel, një vrasje të tilla, se thonë jo s'kishte gazetat e nxjerrën atëherë pasaparola, kalimi i fjalës ishte shumë më i madh se gazetat sot. Po të ndodhte një vrasje në Tiranë merrin vesh që gjithë, Marcel. Gjithë e dini. Në atë kohë, Marcel, vrasjet kanë qenë përjashtim. Domethënë, nuk kemi të dhëna statistikore, po thuaj se s'kan ekzistuar, e kupton? Gati s'kan ekzistuar fare. Ka qenë një rast shumë i rrallë që të dëgjoj aty që u vraj, që një person vrau një tjetër. Po. Vazhdo. Kjo na ka ngel pak minuta, prof, sepse unë kam edhe
limit të ky programi. Po themi se Sorosi këtë ka bërë, kupton? Sorosi do shoqërinë e lirë, të lirë shoqërinë e epsheve në fund fare, të veseve. Sepse kur ti thua ti je i lirë, ai shkon te veset. Nuk shkon te virtytet asnjë. Shkojnë te veset njerëzit. Të fitoj shpejt, fitoj lehtë. Puna është që me veset sistemi han, sepse tu e pas sklavin që t'jep lloj problemesh, jo vritet, jo nuk është bën lloj budalliqesh, ti a quel punto del si ai që i madhi që i jep ndihmë këtyre debilave që s'kan më trufar vritën me njëri tjetrin, kupton? Kështu që si përfundim e bëjnë vetë kështu sepse i duhet një popull debil ose që vritet me njëri tjetrin etj. Sepse kështu ke drejt me van atë shtetin që të mbron gjoja, që të mbron ato që që vrasin, kupton? Me telekamera me gjë. Vesi më i poshtë shtosh paran me spekullim. Ai është vesi më i poshtë, ja ku e ke. Krye kriminalin, se ai është krye kriminali për veset. Se ka për spekulime financiare që ka vrarë vetë kush disa njerëz në momentin që ai ka për spekulime financiare. Ka shkaktuar vetvrasje. Pra ky sistem thot fitimi është ves. Se ti kërkon të marrësh diçka më tepër se sa ajo që të takon. Se fitimi me vetë, ti do fitoj në shkuptim do fitosh ti. Punoj tjetri, punoj edhe ti, po meqense unë jam kapa e unë do marrë dhe pjesë nga punë e tia. Pra që sistemi i mbështetur të i veset, që këta në i shesin vlera, se këta veset i shesin për vlera. Qa flet? Thojnë që... Albania adesso pensa solo. Okej, pastaj ta kalojnë këtë profesor që ta lexosh vetë mirë që se don për shkak ta kujtosh prap. Pastaj gjeta edhe këtë tjetrën, shumë interesante edhe kjo. Këtu mi fjalë sa kishte ndodhur mi fjalë trazirat e tjerë. Shkojnë te ky giornale Koha Jon, sepse un direttore amico di Soros, una redazione nel mirino. Koha Jon, il quotidiano che ha pubblicato le bobine sulla conversazione telefoniche che coinvolgono il sottosegretari Fassino, è il più diffuso, vende circa 60.000 copie. Il suo editore, il presidente Nicole Desi, è ricco e spregiudicato e anche le sue rivelazioni vengono spesso smentate. Pastaj do ta kaloj edhe këtë artikull. Thot mi fjalë që se më duket se nga kjo Koha Jon e kishte në kontroll ky Soros, më duket, ëh? Me sa ka 1997 e bën me gazetën Koha Jon. Ta me gazetën Koha Jon organizuan me këtë gazetë, ky Nikol Lesi dhe i Bemblushi, ta organizuan që gjithë shqiptarët të futen në lojën e firmave piramidale, duke bërë publicitet përmjet kësaj gazete, shiteshin 100.000 kopje në ditë. Edhe përmjet kësaj, në momentin që njerëzit humbën parat, i ngritën në revolt që të ndodhin trazirat e 1907-s, dhe kur njerëzit morën ardhur. Po përmjet kësaj gazete. Dhe e financuar nga Sorosi. Po, këtu kishin ky artikull që thotë, sot armiku kryesor i Sali Berishës është George Soros, të cilin e akuzon se qëndron pas shpalljes së tij non grata. Mirë po, duke se situata nuk ka qenë e tillë në fillim. Këtu mi vjen të fotografia aty që pash, i shef që janë bashkë me njëri tjetrin. Edhe ky mi fjalë Sali Berisha i dërgon Soros për të falendruar për një donacion, ku mes të tjerëve në letër i cilëson si mikun e tij personal, por edhe të Shqipërisë. I dashur zoti Soros. Po ju shkruaj para se gjithësh për t'ju falendëruar për mbështetjen shumë të nevojshme të fondacionit Shqipëria e Hashur. Që pas kanë i pasaban ne për Shqipëria e Hashur. I la hapur do të ka bërë gabim, po nëse, I la dhën lëvizje gabime ortografike, të gabime shkrimit. Në Shqipëri 120 tonët e letrës janë shembull ndihmës si fondacioni juaj dhe shtypi amerikan demokratik shqiptar në kohë, sepse financoi gazetën e parë, ky Lidhja Demokratike. I dhanë 120 ton letër. Dhe i dhanë makinë shkrimi. Okay. Nuk ka dyshim se kjo ndihmës
ishte qenë të fitën Bashkëria Demokratike në zgjedhjet tonë të fundit. Kanë propaganda. Okej. 45 vjet të izolimit dhe të bolliqit e veta. Shqipëria nuk ka nevojë të ngushtë për reforma të plotë ekonomike, politike që nuk ka asnjë ndryshim se mbështetja juaj për një grup këshillimor pranë qeverisë shqiptare të luajë një rol të rëndësishëm në planifikimin edhe kryen e këtyre reformave. Çfarë ka ndodhur, Marceli, ka dhënë ky gjithë tonelata letër dhe Sali Berisha për këto letra i ka dhënë mundësi Sorosit që këshilltarët t'i marrin nga Sorosi. Këshilltarët për të ndërtuar qeverisjen. Edhe e shkrushin ato që mbështetja juaj për një grup këshillimor. Domethënë këto tani Sali Berisha thjesht ka firmosur letrat që kanë bërë të për kaq mendo çfarë ndihmë kanë dhënë, pastaj 120 ton letra. Po, mermen, ai që pagun vendos ai e shiti veten e tij. Po, ai që pagun ligjet i bën Sorosi përmjet grupit këshillimor. Po, sepse ai që pagun lekët pagon vendos edhe çdo shkruaj te gazeta, obviamente. Si qeveria shqiptare ashtu edhe personalisht drejtosh qeverisjen, e kupton? Gjatë qeverisjes ke grupin këshillimor që të thotë bë këtë reform, bë këtë, hap firmat piramidale, sepse firmat piramidale me Sorosin janë hapur në Shqipëri. Dhe i pranoi Sali Berisha. Pastaj dësha me tregoj çik kisha një sekond ta tregoj. Unë mendoj që këta kanë shfrytzuar shumë mbylljen e shqiptarëve. Marcel, shqiptarët kanë qenë të izoluar dhe kanë menduar që perëndimi është dashamirës, është bamirës, të ndihmon, filantropizmi, dhe kanë menduar se kjo qarkullon dhe shumë në Tiranë. Thoshin po jashtë shtetit s'është problem se ka fondacione që të ndihmojnë, për shembull rrinë në avion mjekët, smur, zbesin nga avioni, të marrin, të shkurojnë, e ke parasysh edhe kjo duke si ta zgjidhin gjithë hallet e njerëzve. Dhe bëjnë shumë kjo propagandë. Dhe Fondacioni Soros është pritur me shumë dëshirë nga shqiptarët në atë kohë, se është quajtur sikur po bën një gjë të mirë, se shqiptarët nuk e kanë kuptuar fare Marcel. Se çfarë dëmi do sillte ky, tani mbrapa është kuptuar natyrisht. Po, tjetri po t'jep ndihmën, po ama do ja paguash. Ma thonë shkuta se ka që ky mori gjithë njerëzit me shkollë, dhe thonë njerëzit që ai na dha një ndihmë se ne do shisnim banane duke patur ato diplomat në xhep, ndërsa Fondacioni Soros na dha mundësinë që të punonin te ky fondacion dhe mos shisnim banane. Kjo është thënë shpesh nga njerëzit në atë. Nuk mendo si është bërë. Tu gërmu aty pasi të Korriere, po shif qa tituj kishe në atë periudhën kur ndodhi ajo gjëja me Anijen që vdiqën gjithë ato njerëz. Këtu tregonte atë që pashtë atë video që kishe publiku ti që edhe gjeta provën në fjalë që Pivetti e gonfiato il numero dei morti. Thonë të kjo Zhulsia. Bravo. Ja, Pivetti sposa la Liku. Kurse kjo këtu ishe një ditë pas është bërë një kjo pislëku kanë ullur numrin, si që kanë bërë, Marcel. Këto që kanë nisur nga Vlora, dhe pse ishin trafikant, të regjistronin njerëzit. E kupton? Po? Kur hipnin në Anije, bënin gjithë regjistrimin e njerëzve këta. Në momentin që u mbyt, listën e njerëzve ja u dhanë autoriteteve italiane, që në Anije kanë qenë 108 njerëz. Italianët i ullën në 81. Pse? Italianë thënë jo, ne do regjistrojmë ata njerëz për të cilët interesojnë familjarët. Mirë po aty mund të kishte familjar komplet, që s'kishin njerëz të afërt dhe s'u interesua askush. E kupton? Ka qenë gjithë familja me fëmijë, me prindër aty komplet, është zhdukur komplet, s'ka pat as fëmijë xhaxhallarësh kushërit parë, ka qenë brez tjetër. Ata s'janë interesuar se kanë menduar që ta janë emigrantë në Amerikë për shembull. Po si u kanë një diferencë pasaj. Si u kanë një diferencë madhe të vetë se por që s'është interesuar askush. Dhe kjo thot tani që e shtojnë, thot, sepse donin të bënin këtë truk, këtë mashtrim. Po, madje nuk është dhënë ndihmë, Marcel. Atyre ju kanë dhënë, unë kam folur me këta që ka shpëtuar, ju kanë hedhur, nuk ju kanë hedhur shalupat.
vërtet. Po çfarë gash. Mendoj ishte ftohtë, 27-28 mars, temperaturat ishin turte dhe nuk kanë hedhur shalupat. Ju hidhnin kavo dhe kavot ishin shumë të trasha, ai që dinte not mirë shpëtonte. Ai që s'dinte not mbyte. Kjo është bërë me qëllim për të mbytur gjithë, faktikisht që mos linin asnjë dëshmi fare. Do të thoshin që s'ka pat njerëz fare në anije. Edhe du me tregu që si përfundim nuk i kam bë asnjë gjë. Kjo dësha me thënë që kjo këtu ishte ky artikulli këtu ishte një ditë para se të ndodhte. Kjo shkruante i profughi la piveti sposa la linea dura ci sparano ributtiamoli a mare. Dal Friuli e qui tregon Unë kam thënë vazhdimisht në përpjallë sa e pasoj kam thënë këtë pivetit, gjithmonë. E kam thënë për video shumë herë. Po. Edhe këtu tani kena edhe provën sepse shkohet te sito Corrieres dhe e mora, kështu ky është artikull që kena edhe provën. Bravo, i ke gjetur gjitha këto artikuj. Po, gjithë të gjërat ai po i vjedhin në Facebook. Unë i kërkoj, po nuk i bie dot. Po të biçoje ti do ishte mirë. Po, do të nis. Edhe plus sot u abonova sepse ishe 6 euro, u abonoshe te arkivi i Corrieres, edhe ke për një vit accesso. Që do gjesh një artikull, që është pastaj edhe i gjej. U akuzohet direkt Sorosit për firmat piramidale në Shqipëri. Dhe shkruaj këta, po kanë shkruar vetëm një herë, atëherë shkruajnë që Leorme di Soros, le orme digitali, qualcosa così. Këto gjurmët e Sorosit janë të firmat piramidale në Shqipëri. Dhe ku ai akuzohet në një artikull direkt që është ai që ka organizuar falimentimin e firmat piramidale në Shqipëri. Por pastaj natyrisht e kanë zhdukur me njëherë, se kanë ndërhyrë ky me parat e tij pastaj. Po. Por mund ta gjesh se ka ekzistuar vetëm një ditë kanë folur kundër këtij. Po. Ke parasysh në Shqipëri, Marcel, dela Jaltin Goxha e kështu dhe ju thot shqiptarëve, unë kam qenë i parë i thot që kanë folur kundër Sorosit. Ta kanë folur mbas 2010-s, ne po flasim këtu për 97-ën. E kupton? Ne po diskutojmë për 97-ën për Sorosin. Tregon që atëherë kemi ngritur të problem, po s'na ka dëgjuar njëri natyrisht. Pastaj masi ndodhi gjithë ajo që vranë gjithë njerëz, kjo e konfirmonte edhe ditën mas që t'i hedhin prapë ndet, thonë këtu. Nuk e ndroi iden, duhet me i hedh ndet prapë. Jo zhulsja. Po. Edhe na thonë që Shqipëria i ka borxhe Italisë. I ka Italia borxhe Shqipërisë. Vërtet. Shqipëria i ka borxh. Pse i ka borxh Shqipëria Italisë? Ne kemi ardhur këtu, domethënë ne kemi ardhur se është lëvizja e emigracionit për nevojat e kapitalit. Po. Këto tani vranë 100 veta edhe asnjë s'u bë. Gjykata italiane vendosi se fajin për përmbytjen e anijes duhet ndar në mënyrë të barabartë 50-50 midis komandantëve të dy anijeve. Verament. Edhe gjoja i dhan 2 vjet italianit dhe 3.6 muaj, 3 vite 6 muaj shqiptarit, verament. Shqiptarit i dhan më shumë. Është zhdukur dhe skatolanera e anijes italiane. Domethënë filmimet video, filmimet që ka detyruar me anija janë zhdukur 6 minuta. 6 minuta përpara goditjes janë zhdukur këto filmime dhe justifikojnë sigur s'ka funksionuar aparati e kujtën tjetër. All'atto pratico asnjëri nga këto nuk boni asnjë. E kupton se s'ka filmime, nuk ka filmime fare për goditjen, si është mundur një anije ushtarake Sibila që ishte kaq e pajisur me aparatura, e çfarë s'ka kjo mjete për të filmuar në rastet to e kanë detyruar me avion, kanë skatolanera. Po dhe anijet kanë aparatura që regjistrojnë që në rast se ndodh ndonjë gjë të dokumentosh çfarë ndodhi. 6 minuta, se unë kam studiuar këtë, Marcel, 6 minuta janë zhdukur. 6 minuta që janë 6 minuta, ka shmbytur anija në orën 7:19:03 minuta shmbytur anija. Nga ora 18:56, 57 dhe 19:03 janë shuar regjistrimet. Sepse po t'ishte video filmike aty që kjo po e godasën e ka godit 2 herë, aty këta pastaj nuk e mbulonin dot, e kupton, po e kanë zhdukur atë.
Kështu është kur vdesin të varfërt, nuk intereson njeriu dhe harrohen. I kupton ti ky tani, edhe ky tani bën ato, bëjnë këto, domethënë, sidomos këto viktimat e tragjedisë së tanto, sidomos këto familjarët e kështu, vërtet kanë qenë përballë një tradhtie të madhe nga të gjithë, e kupton. Qeveria e parë apo të tjerë, apo edhe këta që gjojnë mbrojtën, avokate, kujtun e tjerë kanë bërë një lojë shumë të keqe. Çfarë më thanë? Që për Sorosin, kjo është, Marcel, se gjitha këto që folën, janë të bëhen Sorosit. Atë që jetojmë sot, është pikërisht ky që ka hyrë si personazh, por që përfaqëson këtë sistem që na ka bërë kaq, na ka kriju kaq shumë probleme. Edhe çudi që në Tiranë tani janë prap ato sorosistët që drejtojnë protestën. Janë të Sorosit. Po. Që drejtojnë protestën në Tiranë. Si ka mundësi këta protestues nuk shkojnë tani dhe të kërkojnë largimin e këtij fondacioni. Thuhet jo Sorosi, jo shko aty ku e kanë atë qendrën dhe thuaj jo, kjo duhet largohet, duhet largohen këta. Jo, je anti-shqiptar, profesor, mos thuj këto gjëra. Bravo. Okej. Pastaj mos të ndërprejeva, mos qesh i kështu i tepruar se më kanë bërë vërejtje që ndërprej Marcelin. Jo, absolutisht, përndryshe nuk i bosha që se do i korrigjojmë videonash, mos i merak, sepse jo, unë që kam dëshirë të flas, e kupton. Kam dëshirë t'i them ato gjërat e mia dhe harroj që jemi duke folur. Jo, puna është edhe që unë na herë nga që kam gjetë materiale them vetë, po s'ia vlen me ndërpryjet e tjetër. Kështu që edhe unë tani kisha materiale të tjera, po s'ia vlen, do të bëjmë herë tjetër, kupton. Kështu që shkoj mirë, po pa një pasioni më se tjerë nuk është se i din këto gjëra, andaj do t'i thuash dhe të kujton se s'ke kohë dhe i thush me vrat, sepse që nuk i di njerëz, nuk i kanë këto informacione mëse. Shumë mirë, punu mirë edhe sot, prof. Aj. Po e mbyllim këtu. Po ta fillojmë përsëri, them një video të dytë bëjmë dhe bëjmë më shumë me këto materiale që ke grumbulluar ti dhe t'ju japim edhe një orientim njerëzve çfarë duhet bëjnë tani, si ta eliminojnë këtë gjarpër që domethënë po krijon prap probleme dhe se unë them që është rreziku 1997 prapas, nëse. Unë them Shqipëri mund të ndodhi në çdo moment një tjetër 1997 dhe e bëjnë këta. Janë shumë të rrezikshëm këta, nëse. Kur të kanë dorë kështu, që çfarë mund t'i bëjnë popullit, kur populli është totalmente në dorë të këtyre, ato mund t'i bëjnë popullit çfarë den. Kështu që ky është. Mirë, profe, po e mbyllim këtu se marrojnë dhe minutat më shumë. Falenderoj edhe që ke bërë videot me profesor doktor historianin Orsi Ezegjiu, që kemi mikë tonin, se nga Orsi kemi mësuar shumë gjëra, aty çdo Orsi ka mësuar një gjë nga unë. Po, unë kemi lidhje me fjalë që me Orsi. Jam shumë i privilegjuar dhe fal teje, profesor, që arrita në historian ti vërtet që mund dal nga dal, që mund të ndikoj që dhe historian të tjerë të bashkohen, si thua, të bëjnë kërkime. Po më duket se efektin e ka pas të rregullohen disa gjëra. Më duket se efektin e ka, sepse po vunat e Facebooku im një video që kishin bote televizori i Kosovës, ku të fillojnë me fjalë me pat sa dubjo për atë për Skënderbejan, kështu që nuk është se janë nivelin ton, po ama të paktën po e kuptoj që po egzagjeroshin debilet. Po. Domethënë, sido që të jetë video tonë, Marceli shohin këta sipër më shumë se ai shef pjesa poshtë. Ta dish këtë. I shohin më shumë atë. Populli poshtë jo. I shohin më shumë këta që janë qeveri, në parlament, në për institucione, në për spitale, doktor, domethënë, këta janë ata që shohin më shumë edhe natyrisht dal nga dal dhe si thua marrin diçka. Po, kur e shohim pastaj që bëhet acceptabile me na lejnë ne me hangër gjithë atë, si më thon, se do të shih për atë Xhamilin qeshnin këta 5 vjet përpara, po të shoj talleshin njerëz, dje në koment që tallej. Tani ke plot njerëz që e vlerësojnë atë figurë. E vlerësojnë me seriozitet.
Keni bo punë të mirë. Të shohim çfarë thot Newtoni, populli ka nevojë për instruksione si të gjejnë informacione të arkivuar, të fshehura. Për shumë to që gjenë këtë informacion që gjenë për gazeta, ato duhen o Marcel. Për shumë këtë që ke gjetur për Sorosin ato, po mi dërgosh mua mund t'i rregulloj shikun, që ti përdor dhe unë, por përpiqu të gjesh edhe këtë se Soros është akuzuar direkt. Po, është thënë tamam gjurmët në piramidat e shqiptare janë gjurmët e Sorosit, spekulatori me famë botërore ka organizuar spekullimin në Shqipëri. Domethënë ka qenë qartë artikujt, ka qenë vetëm një ditë, Marcel. Por në atë kohë nuk jepin rëndësi se dini do vinte interneti sot. Që ti ruani absolutisht te live-i tjetër që të bëjmë prof do kena plot materiale të mira them, sepse doja hyj këtë situs të Corrieres sepse kam accesso në arkivit shifra ato të marsit, prillit, majit 1907-s. Po, ose flasim ato janë shumë të rëndësishme ato. Po. Okej, se pastaj më thu te Facebooku në privat. Okej, po e mbyllim tanto se të marrun minuta tu. Patjetër. Ciao, shifemi te tjetra, shokë shoqe. Ciao. Mirupafshim gjithë, mirupafshim.